Përshëndetje. Bernard si je? Doktor si jeni? Si dukeni? Si jeni? Mirë? Mirë. Erdha për t'ju parë dhe nga afër edhe për të parë pak edhe pjesën e shërbimit. Si jemi me fashat orare, me punizimet e lenteve, sepse kemi patur një bllokim dhe një problem. Po pati pak muaj problematika vonesa pjesën e operacionit kataraktit, por që puna vazhdon normalisht, stabilizohet çdo gjë. Okej, shumë. Edhe ato të prapambeturit që kanë qenë, gradualisht janë stabilizuar. Bernard, me sistemin kemi rritur fashat edhe për pacientët, për qytetarët. Ndërkohë, doktor, sapo më kanë njoftuar që keni realizuar me sukses një procedurë shumë të vështirë, duke i rikthyer shikimin një pacienti, një rasti që ju e keni ndjekur vetë personalisht. Kështu që përgëzime edhe për këtë gjë, por mund të na thoni pak detaje më tepër? Po, një pacient rreth të 70-ave ka ardhur që në muajin maj, në fakt, në spital, edhe ishte i verbër me të dy syt. Me të dy syt? Po, të dy syt. Njëri në sy e kishte humbur para 6-7 vjetësh me një traumë, nuk shite. Kishte nevojë për ndërhyrje, në fakt, po se kishte realizuar, se duhet të realizonte ndërhyrjen e retinës, por për pamundësi se nuk ofrohej në shërbim shëndetësor spitalor. Nuk e kishte kryer. Kurse syri tjetër pastaj si pasojë një lënje pas dore, erdhi me krizë glaukomatoze dhe katarakti prematur, me dhimbje, dhe u hospitalizua që atëherë. Doktoresh Julinda bëri operacionin e parë të syrit majt. Ju kthye pamja tek ai sy dhe planifikuan për operacionin e retinës. 4-5 javë më vonë dhe dihesh realizuar kirurgjia e retinës, syri që kishte 6 vjet që shite. 6 vite. Kështu që kjo është një sukses. Edhe një rast me të vërtetë i veçantë, kështu që përgëzime për të gjithë përkushtimin edhe punën e bërë. Faleminderit. Si ndjehet sot pacientin? Është mirë, në fakt, konsultën e mëngjesit, po patjetër. Patjetër, ë? Është histori suksesi se po shef me të dy syt tani. Ishte i verbër totalisht, tani po shef me të dy syt. Dhe është shumë i gëzuar, fakt është shumë i lumtur. Në bazë të protokollit, sa ditë qëndrimi do jetë në shërbimin tuaj? 3 ditë. 3 ditë do rri. 3 ditë mjafton, pastaj vjen për kontroll ambulator. Po, mund ta pasi çdo gjë është e qetë, patjetër. Përshëndetje, ne jemi nga administrata e QSOT-s dhe kemi ardhur për t'ju uruar të shkuara, edhe shërim sa më të shpejt. Dhe me doktorin bisedua, ma i na tregoi për peripecinë e jetës suaj, por sot ndjeni mirë dhe i lumtur që na shikoni. Me këtë syrin shkoj shumë mirë, po me këtë do më di operova, sa të kanoj qika jo, do shkoj më mirë. Do kohën e vetë. Pa. Me gjitha të unë uroj doktorin, faleminderit nga është zemra, që më bëri të mundur, që të më rikthej shikimin. Që ta shikoni doktorin në sy. Por i përsipër. Po. Dhe por shqipër në doktor tjetër, nuk vazhe karta për në të su. E kam nëmtuar para 5-6 vjetëve këta. Ma nëmtovi një tjetër. Me një gurë. Në si këtu edhe këtu. Po e da bëra këtë syrin të doktore mori përsipër që më bëj këta. Të pa mundën. Unë jam jetim pa njeri. Tani na keni neve, keni dhe doktorin, që do përkujdeset gjithë jetën për juve. Kështu që dhe këto lulet i keni nga stafi, i keni edhe nga doktori dhe doktoresha, që ju duan kaq shumë, edhe që do përkujdesen për ju. Kështu që pa merak. Faleminderit, jeni mirë të shkuara. Faleminderit shumë. Doktor, shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin, është me të vërtet një rast të suksesi nga ana juaj dhe kjo tregon që edhe rastet më të vështira dhe më të komplikuara mund të gjejnë zgjidhje në shërbimin ton, falë për kushtimin dhe punës suaj. Faleminderit shumë doktoresha për gjithçka që bëni. Faleminderit. Faleminderit.